Mirëmbrëma dhe përshëndetje zonja dhe zotërinj. Ritakohemi përsëri së bashku. Takimi on tashmë dihet është kthyer në një takim të përjavshëm 20:30 shtoten në emisionin ton Sport këtu në RTS Korça. Ka qenë një javë e ngjeshur me aktivitete. Natyrisht jemi drejt fundit dhe do të jepet verdikti përfundimtar. Këtu janë edhe emocionet më të mëdha. Ka ekipe që natyrisht po gëzojnë frutet që kanë marrë, ka ekipe që janë akoma në luftë, e natyrisht në luftë është Skënderbeu. Dhe 7 javë për Skënderbeun për t'i thënë Superligë mirë se dëgjej, e natyrisht për t'u larguar nga kjo kategoria e parë. Ka ekipe të tjera në kategorinë e parë që po luftojnë për mbijetesë, ka prej atyre që janë të qeta në mezin e tabelës, por ai që të bën përshtypje është fakti që 3 ekipet e kreut janë një lokomotiv pa ndalje, vetëm marrin fitore në çdo javë. E ndofta do të jetë momenti i javës të fundit. A do të jetë kjo? Me të ftuarit e binë në studio do të diskutoj gjithësisht pikërisht këtë temë, por jo vetëm nga futbollin, do të qëndrojmë së bashku për të diskutuar edhe për lojnat, për kategorinë e dytë, dhe do të kemi lidhje të drejtë për drejta. Por miq, me lejoni që dhe ne mbrituaj, t'ju uroj mirëseardhje në këtë emision, Dimitraj Xhambazit. Mirëmbrëma Xhambazi. Mirëmbrëma, faleminderit. Mirë se ke erdhur. Emocionet fillojnë të rriten tani, adrenalina shkon në kulm apo ka një farë qetësie? Kuptohet që po vjen si thua fundi kampionatit edhe javët njëra pas tjetrës tregojnë për një rivalitet shumë të fortë të 3 skuadrave të para, Skënderbeut, Laçit dhe Pogradecit, po ashtu edhe në fund të tabelës klasifikimit 4-5 skuadra që luftojnë për mbijetesë. Kështu që gjithmonë ndeshjet kanë marrë atë maksimumin, si thuash, po arrin në nivelin më të lartë për të marrë ato pikë të mundshme që u duhet secili nga ekipet. Prednë Salim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Kush të bëri përshtypje këtë javë? Çfarë të bëri përshtypje nga gjitha ato ndeshje që janë zhvilluar, se natyrisht ka pasur aktivitete shumë? Ka shumë, do thoja fitoria më e vështirë se ç'mendoi Skënderbeut në Fier, fal atë 11 metrëshit të shnuar nga Nasër. Laçi që si për ironi të fatit pas 2 minuta shnon dhe ai sikur ishte kronometruar në Peshkopi. Dhe Pogradeci që merr një fitore, pavarësisht se në fund rezultati e tregon të ngushtë, po më të thjeshtë se ç'mendoi me Besën. Domethënë 3 skuadrat e kreut në 3 transferta të vështira, kam përshtypjen kjo Skënderbeut ishte pak më e vështira, Pogradeci e pati paksa më të lehtë ndoshta pjesën e parë me Besën. Pjesën e dytë pastaj e komplikoi vetë në fund, por që arriti ta menaxhonte thjesht fitoren. Petr Kavajgjit, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të kënaqur me Skënderbeu? Absolutisht jo. Por tani e kemi thënë që të shkojnë të mbarojnë edhe këto 7 javë, të jemi në një ndër vendet e para ose të dyta. Keqardhi do të ishte nëse do ta mbyllim në vend të dytë, sepse gjasat janë, domethënë që dhe Laçi të luftoj fort për atë vendin e parë sepse është ajo vlera monetare, por që shpresojmë që ta mbyllim në vend të parë, po javë pas jave dyshoj shumë se do ta mbyllim në vend të parë, por të paktën mos e rrezikojmë. Hildi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Një Pogradec që po ushtron presion apo një Laç që ushtron presion ndaj Skënderbeut dhe kjo ndofta ky presion që vjen nga poshtë i bën këto 2 ekipet e kreut që të mos hedhin pa falës. Unë mendoj se Laçi po i ushtron Skënderbeut presion, ndërkohë që Pogradeci po i ushtron Laçit presion, por duket se nga java në javë gjithçka po i shkon për 7-2 ekipeve të kreut, pasi tashmë dihet që kanë ngelur edhe 7 ndeshje dhe besoj se diferenca e pikëve i falat komoditetin apo qetësinë dhe në këto 2 javët e ardhshme ndoshta pse jo mund të kemi edhe një skuadër e cila do të zyrtarizojë atë kalimin për sa i përket ngjitjen superior. Ndërkohë që Hildi vesh gati për tabelën, Brendon, Skënderbeu realizon objektivin e parë, nuk bie nga kategoria. Jo, matematikisht ka siguruar dhe play-offin. Edhe play-offin. Sepse edhe nga vendi 6, po, madje kishte siguruar që para 2 javësh edhe play-offin edhe këtë. Kështu që këto ishin objektivat më minimale për te batutës për pjesën e qëndrimit në kategori. Për mendimin tim, Skënderbeu do të arrijë ta mbajë në nga 2 vendet e para, shikoj shumë të vështirë Pogradeci me kalendarin që është një javë të mbetura që ta kap. Të gjitha kanë të vështira. Jo, normalisht të gjitha e kanë të vështira, se ndeshjet të lehtë nuk ka, po kam përshtypjen sepse mund të kap njërën, po 2 është e vështirë, kështu që duke parë dhe Laçin që është një po thyen rekorde me këto 12 fitore radhazi, nuk e di kur do ndalet Laçi. E shikoj shumë të vështirë për Pogradecin sepse 5 pikë janë shumë. Profesor, ç'ndodh me 12 fitore radhazi? Po thyen çdo rekorde dhe do vazhdoj kështu deri në fund dhe do na vejë edhe 7 kanë ngelur 19 ndeshje fitore të 3 ekipet. Duke parë ju s'ka se si të vesi, do përplasen mes tyre dhe do prishet trendi. Flasim për treshën e parë, për Skënderbeun, Laçin edhe Pogradecin. Shohim që
golat që ka shënuar Pogradeci është plus, që ka shënuar Skënderbeu është plus 26, Laçi është plus 28 dhe Pogradeci është plus 23. Shohim që këto ekipe, do me thënë edhe në drejtim të shënimit dhe të pësimit, janë pranë njëri tjetrit me përjashtim të pikëve, që dallimi kryesor është midis Laçi dhe Pogradecit 5 pikë, që edhe ka diferencë shumë edhe nga Skënderbeu. Këtu bëhet fjalë për ndeshjet e fundit, mendoj, sepse në ndeshjet e fundit do jenë shumë përcaktuese. Sikur ti imagjinojmë në ndeshjen e parafundit që ka Skënderbeu me Pogradeci dhe ndeshjen e fundit me Laçin, po të mbetemi në këto pozicione mund të kemi edhe vështirësi, sepse edhe golaverazhi, them se do të luajë rol kryesor në përcaktimin e vendit të parë. Petrika tha që është vlera monetare, për mua rëndësi ka që ata Skënderbeu të zërë vendin e parë, sepse vendi i parë gjithmonë të krijon edhe atë besimin që edhe për të ardhmen të punohet më mirë, se sa kur je në vend të dytë dhe mendon që ekipi nuk është në atë gjendje që duhet të jetë. Profesor, vlera monetare është shumë e rëndësishme për arsye sepse bëhet fjalë për një ekip që vitin tjetër do të pretendojë për Kupat e Evropës. Do me thënë, shpresojmë të ndodhë diçka e tillë. Dhe ato 30-40 nuk jam i sigurt sa është fiks shifra. 30.000 euro. Ato do të ishin shumë mirë dhe për presidencën që ta nisë me një. Nuk them se s'ka vlerë, nuk them, po fillimisht njëherë të zemën të parë, njëherë për prestigjë, sepse ekipi Skënderbeut Ty një në Superligë, pastaj. pastaj. Ty Superligë dhe pastaj. Prandaj them. Në kohë që po fliste profesori, më kujtuan profesor 10 vjet para. Dhe nuk e di s'ke ndryshuar fare, kemi qenë këtu në protestë, Petrika nuk ka qenë se ishte. Unë kam qenë në protestë. Ishim në atë protestën për Skënderbeun, por duket se hiken ato 10 vjet dhe ja, fluturua. Nga protesta nuk jemi 10, jemi diçka më pak. 8 vjet. Po ishte vogël pra. Jo, nuk isha i vogël, isha unë në protestë. Edhe diçka tjetër, do me thënë, po të shikojmë, kemi qenë para 4 javësh këtu dhe kemi thënë që këto 4 ndeshje do të jenë shumë përcaktuese për vendin e parë, për të arritur ato objektiv që duhet të arrijë Skënderbeu apo Laçi apo Pogradeci. Dhe po të shikosh të trija ekipet kemi nga 12 pikë. Po dhe golaverazhi, ne kemi shënuar 8 gola dhe kemi pësuar vetëm një, është plus 7. Laçi ka shënuar 10, por ka pësuar 3, është 7. Dhe Pogradeci ka shënuar 12, po ka pësuar 5 dhe është përsëri 7. Bukur gati. Jo vetëm kaq, po dhe janë edhe 7 ndeshje deri në fund, sikur të kurorëzohet. Kë 7 ka ndonjë? Jo, nuk besoj se ka ndonjë. Brendo se ti merresh me këto. Jo, numër kështu i zakonshëm. Veçantë për rastësi janë ndërtuar. Po jo, është java me 7 ditë, është. Diferencat janë të vogla. Diferencat janë shumë të vogla. Duke parë dhe kur më ftuat për në emision, ato që shikojmë këto, edhe më bëri përshtypje shumë, domethënë, tregon që dhe ekipet e tjera, Pogradeci apo Laçi, domethënë, bëjnë punën e tyre dhe gjithmonë janë për krah ekipit të Skënderbeut. Kështu që edhe këtë pjesë duhet ta shikojmë. Do të mbajnë dhe Skënderbeu në tonë, ose mbajnë ritëm, të mos lëshojë. Atë që thatë juve që ka presion Laçi tek Skënderbeu. Do të e bën garë më të bukur. E bën më të bukur, shumë më të bukur. Ildi, çfarë ka prodhuar kjo javë? Ndërkohë që regjia na ndihmon edhe me tabelën e rezultateve. Javës së 26 u regjistruan vetëm 8 gola të shënuara, Apollonia Skënderbeu 0-1, Besa Pogradeci. 5 gola janë shënuar në kjo ndeshje. Do të imagjinoj. Gjithë të tjerët kanë qenë, po. Besa Pogradeci 2-3, Bureli Kuksi 0-0. Kemi 2 ndeshje pa gola. Kastrioti 1-0, Korabi Laçi 0-1 dhe Lushnja Luftëtari 0-0. Ndërkohë që shikojmë dhe tabelën e renditjes, regjia na ndihmon në këto momente edhe me tabelën. Kryeson Skënderbeu me 63 pikë, ndjekur nga Laçi 60, Pogradeci 55, Iliria në vend të 4 me 37, 33 Kastrioti, 33 Bureli, në vend të 7 Besa 31, Korabi 28, Apollonia 24, Luftëtari 21 dhe mbyllin tabelën Lushnja me 21 dhe Kuksi me 18. Profesor, po filloj nga fundi. 21, 18. Duke se të tre janë vazhdojnë të jenë në garë? Jo vetëm të treja, po dhe Fieri. Edhe Apollonia. Javës tjetër ka 2 finale të tjera, Kuksi Lushnja dhe Luftëtari Apollonia. Po shkop, duke sikur Kuksi nuk i ka zgjedhur mirë këto finale, sepse ka patur 2 mundësi të mira, kishte me Luftëtarin, kishte me Lushnin, mos gaboj? Jo, me Lushnin ishte me Luftëtarin këtë fundjavë, doli 0-0 në shtëpi. Unë kam shtypjen Lushnja është më rrezikuar, unë kam shtypjen Lushnja u mbet në Kukës këtë fundjavë.
Me lojën që kemi parë që ka bërë ekipi Kuksit, duhet ashtu është që si shtot Romi që duhet i kishte fituar këto 2 ndeshjet e fundit. Mirë po presioni vendi fundit, nuk të lej ndonjëherë të dalësh në lojën që ti pretendon. Këtë transfer të vështirë në Burrel nuk është e thjeshtë as për Skënderbeun e po Gradecin që të fitojnë apo të marrin. Po mirë, një ekip pa objektiv. Jo, objektiv nuk mund të thuash pa objektiv. Do të mbroj vendin e 6 të play-offin. Si do ishte jetë. Duan play-offin sepse asgjë nuk është e sigurt, janë 21 pikë në lojë, kështu që janë edhe 7 ndeshje, kështu që nuk janë pak. Dhe gara do të bëhet akoma më e fortë, të gjitha shpresojnë për të kapur diçka, për të marrë dhe për të shpëtuar, për të mbijetuar, sepse është shumë e vështirë një vit kalosh nga një kategori në një kategori tjetër dhe të kesh mundësinë për ta kaluar aq shpejt sa që mendon. Ka vështirësi, kështu që këto 4 skuadra mbeten gjithmonë, domethënë, edhe ato do të jenë më luftarake sepse duan të marrin pikë dhe të shpëtojnë nga rënja në kategori. Do të lutem pak të komunikoja me regjin para se të më bëj lidhjen e parë, le të më jap edhe kronikën, të lutem. Çfarë ka ndodhur gjatë kësaj javë, një kronikë e përgatitur nga RTS Sport dhe më pas le të përgatitemi edhe për lidhjen e parë, por pikë së pari regjia le të më jap në këtë çaste kronikën. Kategoria e parë ka zhvilluar të shtunën ndeshjet e javës së 26. Vëmendjen e ka marrë sfida e luajtur në stadiumin Roza Haxhiu, ku Lushnja vendase priti luftëtarin, 2 skuadra me emër në futbollin shqiptar, por që këtë radhë luajnë për të siguruar 3 pikë mbijetese në kategorinë e parë. Lushnja ishte më kërkuese për gjatë gjithë pjesës së parë. Kapiteni i skuadrës lushnjare Canka është protagonist, duke drejtuar skuadrën e tij drejt portës kundërshtar. Në minutat e fundit janë miq nga Gjirokastra që mundohen të kundërpërgjigjen, por Koreshi largon topin me kokë duke shpëtuar portën e skuadrës së Lushnjës. Në pjesën e dytë, vendasit janë sërish më këmbëngulës në kërkim të 3 pikëve aq të çmuara për mbijetesën. Mikel Canka fiton një goditje dënimi në hyrje të zonës, Gjuan Allmuça, por topi shkon mbi travers. Në minutën e 62 sërish kapiteni i skuadrës lushnjare shfaqet rrezikshëm, por goditja e tij grushtohet nga portieri luftëtarit. Miqtë arrin të neutralizojnë sulmet e shumta të vendasve duke dalë nga Roza Haxhiu me 1 pikë. Lushnja është e pakënaqur me barazimin 0-0 që vjen pas 6 humbjeve radhëzi, pasi 1 pikë nuk e nxjerr as pak skuadrën e Artam Banos nga situata kur me 21 pikë ndodhet në vendin e 10, po Ajsa luftëtari i vendit të 11. Ndërkohë që gara për kreun e kategorisë së parë vazhdon pasi Skënderbeu mundi Apollonin 0-1 në transfert, po 3 pikë në transfert mori dhe Laçi vendit të dytë që mundi Korabin 0-1. Në ndeshjet e tjera u arritën këto rezultate. Iliria fitoi 1-0 me Kastriotin, Burreli barazon 0-0 me Kuksin, ndërsa Besa mundet në fushën e vet 2-3 nga Pogradeci. E pra, kjo është në mënyrë të përmbledhur e atë çka ka ndodhur. Profesor, një gol me 11 metrësh apo ndaj Apollonisë edhe kaq është bërë detyra? Po ta ndajmë në 2 pjesë, 3 pikët që janë me shumë vlerë, fitoria me Apollonin, pavarësisht rezultatit 1-0 me atë penalti të dhenë, kurse në drejtim të lojës mendoj që ka fjalë për të thënë, sepse ekipi i Skënderbeut nuk shpalosi ato vlerat e tij që duhet ketë, sepse janë ndeshje shumë përcaktuese dhe në rast se do të vazhdojmë me këtë ritëm pa atë kërkesën, pa atë grindën dhe mobilizimin total, domethënë për të arritur një rezultat edhe sa më shpejt, mund të kemi edhe probleme. Prandaj them që loja në Fier na ka sjellë në një pozicion të tillë që duhet ta mendojmë shumë mirë ndeshjen pasardhëse ose ndeshjet pasardhëse me qëllim që të mos kemi ndonjë zhgënjim edhe të kemi probleme në drejtim të klasifikimit. Okej. Ne do të analizojmë edhe nga ana teknike dhe taktike se çfarë ka ndodhur në këtë ndeshje, por le të marrim opinionin e parë në këtë lidhje si gjithnjë me gazetarin Emenior Ervin Baku. Baku, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi edhe përshëndetje gjithë panelit në mënyrë të veçantë ati që ke në kratë të djathtë. Vini, je bërë miku i shtëpisë në këtë emision dhe para se në emision më thanë gjithë Vinin e kemi sot, po patjetër tash nuk mund të mungoj Vini. Vini, gjatë kësaj jave duket sikur po përsëritim atë ritualin e zakonshëm, 3 ekipet e Kreut marrin ato fitoret, 12 javë që të 3 këto ekipe ecin kështu dhe nuk i japin shansin njëra tjetrës. Dgjoj, Skënderbeu pati një ndeshje jo shumë të lehtë në Fier, sepse Apollonia lufton
dhe ajo për të mos rënë nga kategoria, por bëri detyrën, vërtet fitoi me 11 metrash, madje për mua ishin të dyshim dhe dy raste të tjera 11 metrashi, por e rëndësishme është fitoria dhe unë mendoj që i kam parë këto, i kam studiuar deri në fund, unë mendoj që do truhet kjo renditje, do truhet deri në fund. Kam përshtypjen që Skënderbeu ka një transfer të vështirë vetëm në Burrel, e ka të vështirë në Burrel, dhe nga ana tjetër në javën e 31 Laçi pret Pogradecin, në javën e 32 Pogradeci pret Skënderbeu dhe në javën e 33 Skënderbeu pret Laçin në Korçë. Por besoni se deri në këtë ndeshje mund të jetë zgjidhur gjithçka? Unë besoj që po. Unë mendoj që është duke parë dhe këto, edhe se për shembull, ndërkohë që Skënderbeu kishte një ndeshje në Fier, në anën tjetër kishim një ndeshje në Peshkopi Korabi me Laçin që ishte një ndeshje me një fair play fantastik, domethënë sepse nuk kishte asnjë karton të verdh, domethënë. Po Pogradeci Besa? Një ndeshje që në letër kjo Korabi me Laçin duhet ishte zjarr, domethënë me një futboll fizik me ndërhyrje etj, ishte një fair play dhe thash herën e kaluar, po Pandushit të voleybollit nuk i pëlqeu, se Pandushi kujton që futbolli është voleyboll. Na ndarita në mes thotë ai dhe s'kemi kontakt me kundërshtarit të Pandushi. Po, siç thotë Loro Shkret, ma nep ta nap edhe i dhe matan. Edhe matan, edhe mirë po tashi do shikojmë, tashi do fillojnë çuditëra kështu me telekomand golat. Shiko, për këtë punë e çuditërave nuk po pyes profesor Xhambazi, po të le pak Petrikën. Petrika do shkojmë çuditëra të Baku. Kemi thënë atë që çuditëra do të ketë, po puna është që un kam diçka. Un kam përshtypjen. Me kekë diçka. Po me panelin dhe me Bakun. Se më pëlqen këtë debati juaj. Skënderbeu, sepse e shikoj që po vjen. Skënderbeu do të gaboj përpara se të vinë finalet që përmendi Baku në javët decizive të kampionatit. Pra janë dhe 4 javë përpara se të vim tek ato. Dhe un po them këtu që Skënderbeu do të bëjë një hap fals. A do të gaboj Pogradeci dhe Laçi nuk e di, sepse dhe ato riskohen, por që Skënderbeu përpara se të shkojmë tek finalet është e sigurt që do të gaboj, sepse është edhe ajo që tha profesori që impenjimi i ekipit të Skënderbeut le shumë për dëshiruar dhe kur nuk ke lojë, kur nuk prodhon diçka, është e sigurt që dhe do t'i humbasësh ndonjëherë ato 3 pikët, ashtu siç mund të ndodhte fare mirë edhe në Fier, po fati siç e kemi thënë sa herë. Dëgjoj Petrika, ajo unë e thash, të vetmen ndeshje të vështirë që unë shikoj, për shembull të mërkurën Skënderbeu pret Korabin, pastaj luan me Besën, që nuk e di ku do të luaj, mund të luaj në luz të vogël apo me siguri në luz, po nëse luzi luan brenda, mund të luhet edhe në luzh një ndeshje, pra nuk është siç duket Skënderbeu ka një avantazh mbi të tjerët, ka një fanel shumë të rëndë, një fanel që peshon, e kupton, që nuk e kanë skuadrat e tjera dhe Skënderbeu po i mund me fanel këto, e kupton, skuadrat. Dhe unë kam përshtypjen që ky trendi do të vazhdoj deri në fund. Shiko, ne mund të flasim për fanelën, por duke para të që prodhon fusha, jo vetëm unë, po gjithë paneli këtu, ne nuk e themi dot që Skënderbeu fiton dot ndeshjen e radhës. Unë nuk e them dot që Skënderbeu fiton ndeshjen e radhës, me atë që shikoj. Kur unë nuk po fanela pastaj, Po ke 10 javë që e thua këtë. Nuk po i del. Shiko, po jo, unë do vazhdoj ta them, po unë se them dot. Po njerëzit do t'i dalë. Jo, nuk është puna atje. Kur nuk prodhon diçka, normalisht se thua dot më, se s'është ekip që e zgjidh lojën 2-0, 3-0, 3-1, dhuron spektakël në fushën e lojës. Jo. Petrika siç duket ata janë tashmë të projektuar në abisnet superiore dhe... Po prandaj po them që nuk e them dot, se pavarësisht se ne mund të fitojmë të 10 ndeshjet edhe të 7 që kanë ngelur. Petrika po mendon për Superligën Bako. Unë nuk e them dot që fiton Skënderbeu, kaq. Tani unë i qëndroj asaj që kam thënë që në kryet herës. Po. Për mua Skënderbeu shkon nuk e diskuton vajtjen në abisnet superiore, nuk e di nëse
për atë bëhet fjalë për 3 milion lek vendi parë, sepse duhet të mësohemi të flasim me lekët, me lekët ashtu si të shkruan lekët. Jo, po federata paguan me euro paku. Urdhë? Federata paguan me euro. Me lek paguajnë. Me lek. Dhe kjo për shumë federata jonë tash është bërë multimilionere dhe këtë shifrën për kategorinë e parë mund ta dyfishoj apo mund ta trefishoj, kupton? Se është një ndihmë e madhe, por unë mendoj që Skënderbeu nuk e diskuton apisnet superiore dhe për mendimin tim vendi parë dhe vendi dytë, pra dy të parat, dy të parë për mua janë zgjidhur, dhe këto ta kam thënë, nëse hapni regjistrimet, nëse i keni apo nuk e di, nëse regjistroni gjëra mbi këto të tjera. Nuk regjistrojmë paku edhe në fund do bëjmë një përmbledhje sepse do të jemi edhe me Unë ta kam thënë që vendi parë, vendi dytë, ose më mirë, dy vendet e para janë zgjidhur dhe Pogradeci vendi tretë është i blinduar. Pastaj lufta për vendin e 4, 5, 6 është shkon deri edhe Korabi mund të jetë ngarë, se Korabi është 28. Ndërkohë që dhe poshtë është një mini kampionat shumë interesant. Baku, në studio po më kërkojnë, më bëj shenjë që duam t'i bëjmë një pyetje Baku dhe po jap radhën Ildit. Ildi. Vini, përshëndetje, unë kisha një pyetje hipotetike më shumë, në qoftë se Skënderbeu i humbet 2 ndeshjet e fundit me Pogradecin dhe Laçin dhe arrin ta mbyll sezonin në vend të dytë, a mund të quhet një sezon i dështuar dhe a meriton trajneri një lloj konfirmimi? A këtë se di nëse trajneri meriton konfirmim apo jo, këto janë punët, po nëse Skënderbeu përfundon në vend të dytë, për mua nuk është sezon i dështuar, sepse objektivi i skuadrës është ngjitja në apisnet superiore. Pastaj deli pari apo deli dyti, këto janë ato, si thuash, punët e brendshme të Skënderbeut. Po për mua do të ishte mëkat ta lçoje, ndërkohë që ke kryesuar gjithë kampionatin, ta lçoje tani në fund. Po unë mendoj që Skënderbeu do të thonë, për mua kjo vendi parë dhe vendi dytë do të jetë për mua 75% Skënderbeu do të dalë në vend të parë. Se duhet kemi parasysh këtu edhe lojën jo bindëse, duhet i shtojmë që nga ndeshja në ndeshje nuk është se ka bindë. Unë ta kam thënë për mua vetëm 3 lojtarë janë aty që meritojnë të vazhdojnë. Mund të jenë për Skënderbeun. Uroj që të jetë ai Skënderbeu, të ndërtohet një Skënderbeu europian dhe mendoj që edhe presidenca do të mendoj kështu, sepse e kam parë presidentin pak nostalgjik për atë ka postuar ka filluar në rrjetet sociale atë periudhë të art kur unë kisha nderin dhe privilegjin të moderoja Skënderbeun e madh europian, urojmë që të kthehet i tillë. Por vetëm 2-3 lojtar mund të jenë aty. Po, kjo ideja e fotove është kështu, janë në dy anë të një medalje, ndofta thotu kujtoni këto, një mesazh do të jetë vështirë të arrijmë prapë këtu. Ose be unikati për ato. Ose be unikati, ja? Unikati, kjo e dyta më shumë. Ana tjetër e medaljes, tënde Romi është që i tregonte muskujt apisnet superior kur i thua dëgjoj prit se po vjen Skënderbeu. Se po vjen. Okej. Turq, kujdes se po vjen Skënderbeu. Le të dëgjojmë një opinion të Xhambazit, që ndron në Lipaku. Profesor, vini fletë pak me emocion, me... Jo, më pëlqen se ka shumë besim. Kam qenë dhe unë në emision këtu, kur ka thënë këtu e 10 javë, ndoshta 8 javë, 10 javë për para, ka qenë i bindur dhe ka një të drejtë, sepse ata shikojnë me qetësisht dhe shikojnë edhe rezultatet kështu edhe duke parë dhe opinionin, çfarë opinioni ka Skënderbeu edhe në vend, domethënë, mendojnë që është i sigurt dhe Skënderbeu do ecë gjithmonë përpara. Po ashtu besojnë edhe tek stafi dhe tek presidenti, sepse Takja është tipi i tillë që nuk flet shumë, po punën e ka pak edhe më të madhe, domethënë, dhe atë që mendon duhet ta realizoj. Vini tha për mua 3-4 futbollistë janë ata që jo, këtu nuk do isha dakord. Do isha dakord. Nuk do isha dakord. Po vini besoj e dëgjoj. Për një arsye. Për momentin, po dëgjoj, po. Për momentin, domethënë ne s'mund të themi që kemi vetëm 3 sportistë
dhe këta 3 sportistë do kalojnë në Superligë. Se ndikon edhe pak, Po, se kemi dhe 7 javë. Janë dhe 7 javë dhe nuk duam që të domethënë. Jo, ata le ta mendojnë veten që janë ata një ndër ata 3, se 3 do jetë numri, s'ka ku vete tash. Dgjoj, unë flas që meritojnë, unë kur flas për 3-4 futbollistë që meritojnë, të meritojnë nëse do projektohet një Skënderbej që do luftoj për final 4-ën. Po. Final Four-in. Qose do tjetë një Skënderbej që mbas një mungese 10 vjeçare, do jetë i kënaqur aty që sezonin e parë mos bjeri, po unë mendoj që nëse do projektohet një Skënderbej për final 4-ën, patjetër që madje jo 4, jo 3 e meritojnë. E ule numrin. Jo, ata lojtari i ran nga kategoria, kështu që prapë në rregull je ti, në superiore. Sire. Po ti jenë këta lojtarë dhe të pretendosh për të qëndruar në kategori me këta i ran. Kështu që totalisht i Brendo, kështë diçka me Vini? Sepse? Jo, dakord jam me çfarë tha deri tani dhe unë me atë mendim jam që për te 3-4 lojtarëve domethënë shkoj të vështirë në atë projekcion nëse duam Skënderbeun e madh, sepse ti jemi realist, niveli e dim me shkuj që është dhe nuk patëm pritshmëri që mbase dikush nga këta do mundohej gjatë sezonit të jepte pak më shumë apo tregonte disa vlera më shumë sepse mbase donte pak më shumë kohë, po koha ju dha, koha po ikën dhe asnjëri nuk po tregon diçka më shumë. Kurse sa për atë pjesën e fotove dhe nostalgjisë, unë do thoja që për momentin të rrim tek nostalgjia se plane konkrete ende s'kemi. Okej, do t'i mësojmë në vazhdimsi. Vini, duke që di shumë edhe po do na i thotë, do na i zbuloj ja pas javë. Me kismet. Vini, të uroj një natë mirë. Natyrizat shikojme përsëri së bashku të ardhmen. Të përshëndet edhe gjithë paneli që është bashkë me mua këtu. Natën e mirë, Ervin Baku. Qofshi mirë, javë të mbarë. Faleminderit Baku. Ishte pra Ervin Baku, duke sikur shpeshherë tema Xhambazi, duke sikur jemi drejt këtij realiteti, por nuk e di pse na pëlqen që themi si do eci për mëtej. Domethënë duke sikur e kemi mbyllur tani gjithçka, nuk po diskutojmë më këtu. Së pari njerë duhet të realizojmë objektivin sepse jemi akoma shpejt. Akoma shpejt dhe kemi të drejtë, është e drejta tonë që të diskutojmë edhe për perspektivën e lojtarëve, por që unë përsëri shikoj që nuk se janë 3 lojtarë vetëm, sepse një ekip përbehet nga 23 veta dhe nuk mund të ndrosh tërë ekipin. Jo, domethënë ideja ishte për sa i përket të cilësisë, lojtarët cilësor, edhe nivelit, ose mund të kemi edhe problem tjetër që mund të ndonjë të shtresë. T'ja bëj është vështirë. A vështirë është ti në merkato? Është shumë e vështirë. Okej. Bëj një krahasim të shkurtër profesor, në 2011 kur u ngritej Skënderbeu i madh, nga Skënderbeu që siguroi mbijetesën atë ndeshjen e play-offit famshëm me Kamzën. Përveç Stavrion Lakos edhe ndonjë tjetri, maksimumi 2 lojtarë, as 3 ndoshta nuk ndonjë. Nëse sa i viti parë nuk ishte shumë i mirë për Skënderbeun. Po normale kur nis një ekip nga zero, janë normalisht që nuk konsolidohet aq shumë. Po them që është gjë e mirë të ndryshosh boshtin në një skuadre dhe 90% të një skuadre. Po themi për ambicjet. Do të lutesha pak me mirë kuptimin tuaj, të hynim pak më taktikisht, të paktën jo vetëm në të ndeshje, por edhe në vazhdimsi. Profesor, si specialist i futbollit, çfarë shikon, domethënë pozitive tek ky Skënderbeu dhe çfarë shikon se janë anët që duhet të ndrejshin ose anët negative le ta themi edhe shqip. Po anë pozitive është kjo që ka udhëhequr kampionatin në 27 ndeshje, ai ka qenë gjithmonë në vend të parë dhe e ka drejtuar si të thuash kampionatin. Është një ekip që ja di vlerën superiores dhe meqense ai është një ekip që në superiore gjithmonë ka dhënë rezultate shumë të larta, mendoj që dhe dëshira e këtyre futbollistëve është që ta shpijnë Skënderbeun në superior. Anë e keqe është sepse ata gjithmonë janë me atë mendimin që hyn në fushë duke menduar që e kanë fituar lojën. Meqense është Skënderbeu i fanella e Skënderbeut dhe do më ndikojnë dhe marrin shumë vrull, si thuaç, në drejtim të lojës. Ata shënojnë 1 gol, 2 gol dhe nuk kanë atë mobilizimin e plot, atë mobilizimin. Se shpeshherë ne kemi shnuar gol në minutat e fundit dhe fitoria na ka erdhur në çastet e fundit, sërse ne kemi bindur me 3-4 gola dhe më pas nuk dua të them që ka qenë gjithmonë si thua në nivelin më të lartë, po ka pasur raste që ka ditur të zgjidhë. Ka ditur të zgjidhë, domethënë dhe pak shanset. Goli me Pogradesin, për shumë që kemi bërë në minutën e 90. Po dhe në ka bërë në fund. Edhe, po, pra, janë ta gjëra që nga njëre ndihmojnë edhe ekipin. Si thuash, domethënë ekipi e ka mundësinë, i ka të gjitha ato asetet, si thuash, për të arritur një rezultat shumë pozitiv. Jo vetëm në qytetin e Korçës, po dhe jashtë. Dhe ka treguar, ka fituar dhe 3-2 me Fierin, apo me
me kavajna, do me të ne i kemi mundësit. Për ta, se ishte shumë e sakt pyetja që me rolli i bëri Bakut për pjesën e vendit të parë, nëse ne humbasim edhe vendin e parë. Tani, nëse projektohet një Skënderbej për superiore dhe për një Skënderbej për Final Four, a është mënyra më e mirë për t'ia shpërblyer edhe presidentit mos e jep 30.000 euro, më jep 30.000 euro që ai mundet të investoj, që ta nisë dhe pastaj të shkojë, se ne nuk është se jemi një klub kaq i pas. Çfarë do bësh me 30.000 euro? Më fal, më vetëm sa të lash borxhet të federatës. Po mirë, pa përfil. 2 milion euro për. Po dakord, më po prap 30.000 euro janë shumë, domethënë për të nisur garë. Jo, do të pëlqejë ta shtroj një pyetje kështu. Ne e dimë që sezoni të shtuar nëse nuk zëm vend të parë. Ne e dimë që të përballosh një sezon në Super League duhet të jesh të paktën në 1 milion euro afërsisht, domethënë që të mbijetosh. Por që ti jesh në këto nivele pretendime duke parë, nuk e di, buxhetin dhe investimet e ekipeve të tjera duhet të jetë 2 milion euro. Dakor, më po keq na bëjnë 30.000 euro se po kuptoj. Pyetja ime është, i kemi ne këto 2 milion euro? A këtu? Kjo është pyetja 100 milionë. Kjo është pyetja 100 milionë. Po pra, pikërisht këtu tani qëndron. Edhe ky është realiteti, domethënë, po syre në Final Four, domethënë nuk ke vlerë. Duhen investime të mëdha, profesor. Duhen investime, po ata ja dinë, i kanë marrë dhe edhe kur kanë hyrë janë kualifikuar. Tirana këtë sezon ka investuar 1.5 milion euro. Dhe ende është në situatë. Ke flamurtarin me 5. Ose flamurtarin akoma. Po jo, mos ta merr me 5 milion euro. Jo, është fasada ajo që thamë. Tre se janë lojtarë të mirë paguar, trajneri spanjoll kanë edhe 1 milion, është domethënë është i vlerë, po 1 milion euro nuk është e pa, po nuk reziston dot. Është e pamundur në familja, di pse nuk i besoj shumë këtyre shifrave për një arsye shumë të thjeshtë. Me shifrat që qarkullonin para 10 vitesh kur ishte Skënderbeu i madh. Po. Dhe rrogat e lojtarëve, nivelet e pagesave ishin shumë më të larta se sot. Ja. Si jo? Të lartë. Si jo? Po, sot kanë nivelin disa lidh 10.000 euro muaj. Nuk ishte 10 menin nga 15, 20 mori çani për dhe ke Partizanin në 2016. Tani marrin sezonin, tani po të them. Tani po thjesht ato që janë të deklaruara apo po më thoni tani muhabete. Jo, mos të deklaruara sepse sa bien Lilaj. Gjithçka po hyn drejt normalitetit. Dhe rrogat që jepë futbollistëve janë të deklaruara. Dhe kalojnë tek tatimet, kalojnë tek të gjitha, nuk kam si diku. Tani mirë, çfarë kërkon ti? Çfarë si e kërkon ti tani që po të themi që 6 i merrte në bankë dhe pjesë tjetër e merrte në dorë. Ai merrte 15. Po të them këtë, më kupton. 2 milion euro investim që do të bëhet tek Skënderbeu. Po të bëj një pyetje. Është në gjendje Skënderbeu ta bëj? Po këtë nuk e di unë mos se jam në xhepin e takajt. Kur ta kemi presidentin bëja pyetjen aty. Jo, se po shtonte këtë 30.000 euro më prandaj. Romi, ai thot më mirë pse sa zero janë. Ja të them çfarë do ndodh. Këtu po të them 2 milion me 30.000 euro. Ja të them çfarë do ndodh tani që po dhe këta ta them me siguri. Po se këto parashikime të fortë. Në këta tanët janë pak domethënë bastexhin në thonjza, sepse unë kam përshtypjen që këta do marrin një sasi ose një numër të konsiderueshëm lojtarësh, të cilët do të vinë me një profil gjysmë të ngritur ose të ngritur dhe pastaj do shpresojnë që me diçka të limituar, jo të hedhur shumë lek, të shpresojnë që ky lojtari që kanë marrë të bëj diferencën, sepse kanë goditur, të themi atë që është, që lojtarët kanë goditur. Shumë ekipe Rashica edhe shumë lojtarë të tjerë që shumë në rregull. Nëse këtyre ju ecë pak ky bast i lojtarëve se nuk do t'i hedhi 2 milion euro, tani të themi atë që është, domethënë është e sigurt kjo pjesë që nuk do të ketë një investim super të madh, do të ketë këto që kanë bërë gjithmonë dhe do shpresojnë që këta lojtarë të ecin. Këta lojtarë kur të vinë, do t'i shikoj unë i pari. Kur t'i shikoj unë të jap verdiktin që në verë, të them unë që ky bën edhe ky nuk bën. Do të thënë do mikësh nga misioni dhe do ish në menaxhim. Nuk do të ikim nga misioni, unë do vi këtu për të thënë që pash këtë lojtar dhe unë kam një aftësi, mund të themi, që i shikoj me të parë marrit ta dalloj. Po e bë takat kështu sfidë të hapur, duke se ardhi Xhan Çengeli pa punë. Jo, nuk Okej. Është vështirë të përcaktosh. Vetëm ligji i sponsorizimit mund ta shpëtoj futbollin shqiptar. Nëse ajo formalizohet, gjërat ndryshojnë do ketë faktor tjetër pasaj dhe në base këmë mund në shifrat e tjerë, unë investitore dhe unë në projekte serios. Kam përshtypjen që objektivi do jetë, pavarësisht se ne themi këtë 3-4 lojtarë, që ata do mbajnë më shumë se ky 3-4 shumë, për këtë jam i bindur. Ky është opinioni ton, po çfarë do merret vendimi është gjë tjetër.
Zvime në emision unë e brenda. Jo, po këtë po ta themu që tania, po mos e thuaj se. Tjetër Mos këtë e se thuaj ka se. lojtarë në superiore do përpiqen më shumë. Jo, kam po përshtypjen kemi do edhe shumë nga këta që janë tani mund të rriten, ata që janë afruar edhe që janë në vend të parë, Unë jam partizani kësaj, më mirë marrim një sasi të konsiderueshëm lojtarësh, le të jenë të rinj, të provojnë edhe le ta nisim pa bosht. Lere se kjo punë e boshtit na u përfiksim që nga kategoria e parë që ram, kështu që le më mirë me një sasi të konsiderueshëm lojtarësh edhe shikoj gjatë verës punë e madhe gjatë verës. Shumë e drejtë. Se sa të mbash këta që kemi sepse unë nuk e di si do vi të flas pastaj kur të shikoj një nga këta në formacion vitin tjetër. Ne flasim edhe mendojmë për një të mirë të Skënderbeut. Ne themi 2 milion, por nuk jam 2 milion euro. Po prandaj po themi që si ne nuk themi që të mos ashtu po, dhe brenda një kufiri. Profesor, sepse gjatë kësaj periudhe ne kemi parë një fenomen tek Skënderbeu, godet me talentet, i mban 2-3 vjet, i rrit, shkëlqejnë dhe sigurojnë një të ardhur që sigurohet pastaj për vazhdimsinë. Ashtu është. Ne nuk po themi që do godasim ndonjë, po, ne nuk themi që do godasim një Olaink që tash është 1 milion e 200 mijë, s'ka më. Shko, momentalisht kur kishim Olaink në fillim, ne mendonin që të arrinte ato, edhe këta futbollistë. Po them kot, shaqe. Është i përgatitur shumë fizikisht, një djalë i fortë. Ildi, të lutem, mund të më shikosh pak se sa është vlera e lojtarëve të ekipit të Skënderbeut, të lutem, më ndihmo. 3.5 milion mos gaboj euro. Ja, do ta shikojmë më konkretisht dhe mund të kjo nuk është gjë e gabuar në këto vitet që kemi qenë me atë perdën e ekur, se nuk e di kjo ndjenja e ndjesia e dënimit. Momentalisht 3 milion euro. Po, domethënë si ekip, profesor. Mund të thuash pak lojtarët, çfarë ndodh? Lojtari më i vlerësuar momentalisht është Marko Aliaj me 350.000 euro dhe Saleh Nasser me të njëjtën vlerë. Ndërkohë që në vend të tretë është Estreja me 225.000 euro, i ndjekur nga Dumfur, Vangeli, Janaçi që vazhdojnë me shifra. Kush i bën këto më? Jo, çikota të thënë që sa e di pse po ta thosha të shifrën e 2 milionë çfarë. Sepse asaj Skënderbeu i madh kur nisin 2011 nuk ka hedhur 2 milionë euro. Po. Që t'jemi korekt, se këtu kemi jetuar dhe e dim historinë. Ideja është, në ato momente, unë ndërtuaj një ekip, po kishte seriozitet në shumë aspekte. Dhe unë shpresoj që të paktën nuk ka rëndësi shifra 2 milion, sepse unë ta them, përveç Ignatias ndoshta, unë dyshoj që eth në një ekip mbi 2 milion. Po, jo, mo i kanë hedhur, po varet e si menaxhojnë, po patjetër. Po duke ditur që ne dim të menaxhojmë, prandaj po them që nuk do varet shumë tek ajo dyshi. Do varet mënyra se si do menaxhojmë. Mund të themi profesori mund të ma konfirmoj që kishim lojtarët më të mirë të Superligës. Këtë bëm ne, morëm më të mirë të brendshëm. Do lojtar që spikaste afroni. Do lojtar që spikaste afroni dhe kur printe se të kishe shkembin dhe Lilaj në mes fush. Jo, Lila erdhi më vonë. Ishte një periudhë të dy, ishte një periudhë të dy. Se fillimi kanë qenë lojtar tuaj, ka qenë Bratic, ka qenë Biskup. Po flasim konkurrenci pastaj konkurrenci vazhdimësia, që patën vazhdimësi shumë të madhe. Nuk lam lojtar që urit buxheti gradualisht. Ne morëm Peçin, spikate në një ekip tjetër, vitin tjetër morën Daniel Xhafajin, morën Plakun. Kishim shumë futbollistë, nuk po diskutoj, po them, unë këtë për nivelin e pagesave ta them me bindje. Lojtarët e sotëm, merri këta të Ignatias të vllaznistat të sotmit. Nuk i merr. Do i kishin zili rrogat e para 10 viteve, jo vetëm tek Skënderbeu, po edhe tek Tirana dhe ndonjë tjetër. Te Partizani mu. Unë të dëgjuar e kam Romi nga Tonini, nga Tonin Froku, që në një emision televiziv që kemi trajtuar këtu, u hap edhe kjo puna e pagesës dhe ai theshte që Skënderbeu i asaj kohe mesatarisht shpenzonte vetëm për rrogat 100 milion lekë, do me thënë 1 milion euro. 1 milion euro. Edhe i ndante për 7-8.000 i merte se cili nga futbolistët, ai e kishte gazetar, si qini dhe juve. Jo, dakord, po 7-8.000. Në atë kohë 8.000. Disa menin pak më pak. Dhe nuk mund të vej vetëm rroga 1 milion euro. Po të them mesatarja. Kishte lojtar që merrin edhe 10 edhe 11. Po, profesor, edhe sot ke në shumë ekipe që marrin. Po, nuk e di si kanë këto ekipet e tjera. Jo, po Gradrada brenda. Edhe tek Besa në sezonin e kaluar, ne kemi plot lojtar, domethënë që kanë qenë dhe kanë deklaruar me 4-5.000 euro. 4-5.000 euro. 4-5 në 12 ka diferencë. Jo, 4-5.000 euro po Gradeci, që është në kategorinë e parë dhe ekipi i vendit të tretë, kështu që Tirana që merrnin nga 8.000 euro në sezon. Pikërisht po them, domethënë po duket sikur dofta këto shifra, dofta tani kanë rënë ose nuk janë. Sepse ra niveli
deri kampionati ato, ra tregu dhe në momentin që Skënderbeu ishte lokomotivi detyrovi dhe këto tjera ta ngrinin buxhetin. Skënderbeu kur hyn në Europë ngriti shumë buxhet. Jo, ndikovi dhe kjo tjetra, duke parë Skënderbeun se ku vinte, nuk shpenzoni shumë ekipet e tjera. Ishin shumë të kujdesshëm në shpenzim apo profesor? Ashtu. Ishin shumë të kujdesshëm. Një nga arsyet pse u shtuai rivaliteti për ta rrezuar me çdo kusht Skënderbeun ishte edhe fakti që financiarisht klubet e tjera kishin shumë të vështirë. Se ideja ashtu tani që nëse krijon një atë si të thuash mënyrën e organizimit, siç e përmend edhe ti, të jetë shumë serioz në çdo aspekt. Ne pothuajse e shkatruam Dinamon, ja morëm gjithë lojtarët në fillim, Muzaka, më përmend. Sot ti nuk e shkatron dot Ignatian. Absolutisht s'ka asnjë shans të marrësh lojtarët më të mirë të Petrika, në kohën që profesori po fliset dhe unë po e ndiqja, edhe në tabelën që kemi në studio, shikoj, është Muzaka, Gripshi, Olainka. I merrim shumë kollaj ne këta. Kemi pasur shumë lojtarë, ka regje, kameramanët e kanë vështirë të ma kapin këtë moment, nuk e di, ndofta pengon pak Brendoni, por që gjithsesi nëse liri ja. Ai brezi tranzicionit pas dënimit. Ja pra, shikoj, ja. Edhe Brendoni aty një nga gazetarët të mirë. E shi të Brendoni. Okej, të faleminderit Traçe. Faleminderit shumë që më realizove edhe këtë detaj. Ildi, para se kaloj tek lidhja e radhës, dua pak të më vazhdosh për atë që thashë, profesori analizoi pak nga ana teknike dhe taktike se çfarë ka ky Skënderbeu pozitiv apo jo, desha një opinionin tëm? Po, unë mendoj se ana pozitive është mentaliteti që skuadra ka, pra një mentalitet fitues dhe që nuk e zhdor deri në minutat e fundit dhe kjo e ka treguar fan ndeshjeve që ka zgjidhur në pothuajse 60% e ndeshje janë zgjidhur nga minuta e 70 edhe në vazhdim, ndërkohë që ajo çfarë na shqetëson dhe duket se nuk ka bindur është pjesa e volumit të lojës, nuk i imponohet kundërshtarit dhe një gjë që më ka bërë tepër përshtypje është pjesa e mesfushës, pra mungon ajo mesfusha me pasa të shkurtër ku të kemi një lloj vallëzimi ose një lloj bukurie, po është gjetur gjithmonë kjo loja që ta hapim topin nga krahët dhe pastaj të përpiqemi me krosime apo me aftësitë individuale të Nasër. Por besoj se lojtar cilësor ka, por nuk po gjendet ajo kimia e dur, ajo formula, duke se në këtë Skënderbeu diçka mungon, se po të bësh një paralelizëm të emrave, nuk është se ekipet e tjera kanë emra më të mëdhenj. Nuk e di, duke sikur nuk kemi ndonjë ekip agresiv, profesor Brendoni. Vere partet nuk duket të lidhura me njëra tjetrën. Edhe në kohën e tij Skënderbeu asnjë nuk është quar për ekip agresiv. Ekip me grind po, atletik po. Po agresiv asnjëherë historikisht. Jo, sepse kur arritëm në kompeticionet jo, dhe para, po edhe para. Ishim me ekip me grind, ishim me ekip luftarak, ishim me ekip po jo agresiv. Agresiv është termi Korça nuk e ka agresivitet, presion ultraofensiv. Nuk se le stadiumi. E them sportiv, presion ultraofensiv, pra që ta mbash aty. Jo, po këtë e bën trajneri. Është mentalitet i lojës së trajnerit apo këta futbollistë nuk i përgjigjen deri në këtë nivel? Gjoka këtë mënyrë loje ka. Është pragmatist. Okej, është pragmatist me rezultatin edhe me Kuksin. Studion 20 minuta. E ka këtë tani këtë Apollonin e studioi komplet pjesën e parë. Gjithsesi, nuk është trajneri që domethënë duhet një trajner që të ri aty te zona e kundërshtarit. Pra, siç ka ardhur sot futbolli modern, ri te zona e kundërshtarit me 3 lojtar po patë mundësi të bësh presionin, se ti e ke fanelën o zotëri, ti e Skënderbeu. Ai vetëm nga emri, ai nuk të del përpara aty kundërshtari. E ka shumë të vështirë të organizohet. Pra që nëse do të ishte një Skënderbeu që do guxonte pak më shumë, një trajner që do të ndryshonte pak mënyrën e lojës, atëherë do të ishte më mirë. Unë s'po them ti të largohet Gjoka, po ndryshoj Gjoka, ose tjetra pasaj është ana tjetër që të largohet edhe Gjoka. Për mua, për të qëndruar pa tjetër, ne kemi për të qëndruar prapë mendojmë që të marrim gjithmonë atë pyetja me rollit, nëse nuk kapet vendi parë, për mua dhe trajneri duhet të largohet. Madje unë jam edhe çik më shumë tek pjesa që edhe nëse kapet vendi parë, nëse është projekti pak më serioz që ne të shkojmë në top 4, unë them që dhe trajneri duhet ndryshuar. Okej. Do të kalojmë pak të diskutojmë tani megjithësisht edhe për atë çka ka ndodhur ndërmjet Pogradecit dhe ekipit të Besës, natyrisht do të kemi edhe lidhjet e mëtejshme, por profesor po filloj 0-3 Pogradeci, 2-3. Më bëri përshtypje. E ndoqët ndeshje? Jo, e dëgjova kështu si e di që jam
me rezultatin pasi e dha, do me thënë, dhe isha shumë kurios, po nuk ishte në celular që të jepte. Mua dy gjëra, jo, e transmetonte në rrjetet sociale po Gradeci i transmeton ndeshjet e pa. Nuk e... Ka problem se ishin ndeshjet një të në orar. Jo, më falë, po do me thënë, mendjen atje e kisha, do me thënë, se e quanja si një ndeshje provë për më sipër. E vërtet. Dhe të shënosh 3 gola, nuk e di. Mua dy gjëra më të mendosh që shënon 3 gola, është gjë e madhe. Dhe kështu që po Gradeci thesha në mendjen time gjithmonë që do të ketë presion shumë mbi Laçin e mbi Skënderbeun. Ato 2 ndeshjet e fundit që i përmendëm me pak më sipër do jenë shumë decizive. Nëse vazhdojmë me këtë rezultat, që do marrim ne, do marrin dhe ata, do të jetë për mua ajo, një gjë, për mua në ato 3 ndeshjet e fundit, ajo Laçi po Gradeci vendos shumë. Më shumë se sa po Gradeci në Beu, të kthejmë tek Besa, tek Besa do ri, po me që ecë në fund profesori që mos më haroja. Tek Besa po Gradeci 2 gjëra bën përshtypje. Po Gradeci bëri një arë kohë shumë të shkurtër, brenda 10-15 minutash të 3 gola. Shumë mirë, debatoj me Fatmir Eficën për këtë dhe do të them 2 gjëra për Besën. Po, Fatmir më mbrëma të përshëndes. Ju përshëndes dhe unë. Besoj na ndoqe. Ishe në ligj. Sigurisht ajo ka qenë një ndeshje shumë e bukur. Dhe po Gradeci bëri një performancë të shkëlqyer, do ta quaja. E para se siguroi avantazhin e duhur me 3 gola, një avantazh i cili të jep logjikshëm kërkesën për ta menaxhuar fitoren më me qetësi. Fatmir, realisht ishte diferencë kaq e madhe, kaq e frikshme kjo 3 golat? Jo, diferenca u bë e madhe për një arsye. Besa pati mungesat kryesore në formacion të titullarëve të saj. Pse? Përfshiu në vend të tyre lojtarë të ri debutues të moshës 16-19 vjeç, disa prej cilët luajtën për herë të parë, dhe kjo sigurisht kishte ngarkesën e vetë për Besën, u kujtua Besa, po u kujtua vonë, dhe unë kam gjetur një fjalë për ta mbyllur komentin të shtunën, duke thënë, Besa humbi një ndeshje, përfitoi një grup lojtarësh të ri që do t'i ketë për të mesërmen. Shiko, besoj janë kështu kavaj, sa ose atje rreth rrotullave dhe... Janë dhe kavajas, po, e vërtetë. Dhe ti të pëlqen shumë. Jo, Fatmir, Bredoni do të ka diçka për të thënë. Jo, mirëmbrëma Fatmir, për raport me ndeshjen, ajo që më bëri përshtypje, është që ajo problemi edhe Skënderbeu e ka pak, apo tek Besa këtë sezon ka qenë shumë i theksuar mbrojtja, po të shikosh 3 golat si ka mësuar mbrojtja e Besës, domethënë ka një mungesë, nuk e di, markimi në zonë, ka një mungesë vëmendje, mungesë përqendrimi, dhe që ta shikosh se tek lojtarët e rinj dhe mund të thuash që është mungesë eksperiencë, apo se mungesë dëshire nuk besoj se ata duan të afirmojnë dhe duan të luajnë gjithmonë. Po edhe tek kur ka qenë me formacionin titullar Besa, nuk e di pse asnjë lloj trajneri, as profesor Duro, as Magani, as Çela në fillim, asnjë s'po ja gjen këtë ilaçin mbrojtje defektoze të Besës, dhe e dyta, të paktën e vetmja gjë pozitive që ka Besa këtë sezon që ka shënuar shumë super gola, sepse si me Skënderbeun, po dhe me po Gradecin këtë herë, sa mos goli 2-3 ka qenë super gol. Përgjithsisht të paktën këtë sezon Besa vazhdon të shënojë gola cilësor të paktën, të kënaqet syri. Shumë e vërtet konstatimi që ju bëni. Xhambazin e kini aty në studio, besoj do t'jetë në një mendje me mua. Tradicionalisht në historinë e vet Besa nuk ka qenë skuadër mbrojtëse. Ka qenë një skuadër sulmuese, madje kur ka qenë trajneri rumun tek Besa, luante 4-2-4. Atë skemë do thoja që Xhambazi e di mirë, sepse Besa viteve 70 për të mos thënë edhe para saj edhe pas saj ka luajtur me 4-2-4, që do të thotë skuadra më shumë sulmonte se sa mbrojnë. Bredoni thotë si ekipi Ajaxi thotë, si Ajaxi thotë. Sigurisht si Ajaxi është ai çiçmici i famshëm që Xhambazi besoj e kujton. Besa është një themeluese e asaj loje. Tani ka një emër modern kjo lojë, por sidoqoftë Besa ka luajtur një futboll gjithmonë me tipare sulmuese dhe jo me tipare mbrojtëse. Ka patur edhe mbrojtësa të mirë. Xhambazi mund të kujtoj këtu Besnik Gylën, Shqyqëri Qerollin, Azemullah Aliun, Naim Hushin, Bajram Hushin. Të gjithë patjetër. Ose para tyre Xhavid Aliun, Selim Gjocin, Vlezër Gjocin, Selim dhe Esat Gjocin. Shumë futbollist me emër. Që hynë në historinë jo vetëm të Besës, por edhe të klubeve shqiptare në tërësi edhe madje edhe të kombëtares. Jo, Fatmir, Fatmir. Të lutem edhe një batut për ju. Më bëre xhelos pak të pash kishe hedhur një foto me Bajazitin dhe thash unë Fatmir do të jetë një foto me Xhambazin, do dal unë. Ti dole me Bajazitin, unë do dal me Xhambazin.
Bajaziti dhe të tjerë si ai kanë qenë shembuj të shkëlqyer të futbollit, jo vetëm të mirë në pjesën e cilësive individuale, po të cilësive si skuadër, sepse Besa nuk është se ka pasur yje të mëdhej, shumë të mëdhej, po ka patur yll tër grupin. Grupi punonte shumë në harmoni, kishte një disiplinë të mrekullueshme, po përtej kësaj, edhe në pjesën e asaj që ne i themi harmonisë së lojës, ekzistonte luanin me kod. Kujtoj një gjë, Xhambazi do m'japi drejt. Muharrem Kariqi, legjenda i futbollit kavajas të shqiptar, nisej me topin, sikur po heste djathtas, vrapote djathtas, çdo gjë mund ta bënte djathtas, në moment me këmbën tjetër e çonte topin në krahun tjetër dhe gjithë mbrojtja kundërshtare dilte zbuluar, portierët kundërshtar ishin në pikë të hallit nga këto lloj topa të thyer në këtë mënyrë dhe Besa do të thoja kështu i shënonte golat, i zinte kundërshtarët në defasi, por tregonte sigurisht edhe klasin e saj. Po Xhambazi si shënonte gola Xhambazi? Ja një minutë, Romi. Fatmir. Ju djej. Do dalim pak Romi jo nga sporti, po luanja me të rinjtë në Berat dhe luan të ekipi Kavajës me Berati. Ka shënuar një gol Kariqi. Ju djej? Më dëgjon? Po. Ju djej shumë mirë. Ka shënuar një gol dhe si tani e kam pasqyrë atë gol, ku e ka berë dhe si e ka berë. Me ato karakteristika që përmendet juve për këtë lojtar, edhe unë e kam si shembull në lojën e futbollit që luanja unë, Kariqin për golin e mrekullueshëm që ka shënuar. Pierre Tazi, bivin e 16-qit, me një të prerë në krahun e kundër të portierit. Dhe nuk e haroj kur atë gol të bukur të mrekullueshëm që ka shënuar. Kjo ka qenë mjeshtria e Besës, por që për disa vite që po vuan Besa në këtë kategori, duhet mirë kuptohemi, edhe ju i dini shkaqet, shkaku i parë është që Besa gjithë ndeshjet që nga 2018 e gjerë sot i duan jashtë. Pra është një skuadër që i bën të gjitha ndeshjet jashtë. Pjesa e dytë e gjërave është ka një kontingjent 85-90% me lojtarë të huaj që se lidhin fare këtë futboll që ata luajnë me atë që ka tradit Kavaja, ka historinë e vetë Kavaja dhe kjo është përbën një handicap shumë të madh. Dhe lajmi më i mirë na vjen që punë ditësh do të fillojë më në fund stadiumi i ri dhe madomenja që me bërjen e stadiumit të ri, Besa do të jetë po aq e re sa vetë stadiumi, po aq e vjetër sa vetë historia e vet. Fatmir, natyrisht të thuash emra të tillë, ti je në koment, të thuash Bajaziti, të thuash Xhambazi, të thuash Kariqi, e ku diu sa e thjeshtë është, sikur ti këngoja kështu, ndërsa kur shikojmë atë protokollin me ato 7 emra atje në për ato, ku diu unë ndjem keq për veten time. Ti si ndjesh mirë? Unë jam rritur me futbollin, e kam shumë të lehtë të flas për futbollin pa pushim, por duhet na mirë kuptoni që sot duhet të flasim shumë më tepër për Skënderbeun tuaj, sepse ka gjithë kampionatin që u heq, është një skuadër që ka bërë aq shumë evër në Evropë që se bëri askush përtej atij dënimi që mori, kjo është gjithë histori tjetër, por duhet të themi diçka që ta udhëheqësh edhe ligën e parë që i themi ndryshe, kaq javë sa Skënderbeu, ta udhëheqësh pa oscilacione, ta udhëheqësh me një model vlerash sportive. Pa oscilacione pikësh? Sepse në lojë ka pikët nuk mund vinë asnjëherë rastësisht. Mund ta fitosh një 3 pikësh me një fat, por 3 pikëshat e tjerë me të skuadrat të forta apo dobta duan një përqendrim absolut në garën sportive dhe këtë gjë Skënderbeu e ka treguar më së miri. Okej. Fatmir, duke sikur to 3 ekipet e Kreut, po eci mos gaboj, ai 11-12 javë, domethënë që marri 3 pikëshat i marri radhë. Laçi ka marrë. Skënderbeu dhe Pogazici kanë lënë. Ajo që duke qenë mik i studios tuaj, që më lejoni t'ju bëj një kompliment, jeni bërë tamam si Domenica Sportiva dhe për hir të së vërtetës, debati, analizat, mendimet, opinionet në atë studio tuaj ku jam bërë dhe unë mik, vërtet janë tepër të këndshme dhe madomendja qytetit të nesërmen apo ditë tjera derisa vjen ndeshja e radhës, zihen teksa je analizon edhe këto mendime të këndshme që jepen në ndihmë të futbollit sigurisht për të shërbyer në shëndoshjen e klimës sportive, sepse e vërteta është që kur ke një Xhambaz aty në studio, ke njeriu më të mirë dhe më të gjendur në pjesën e vlerave sportive si askush
Xhambazi përfaqëson elitën e një brezi të 3 apo 4 dekadave më parë, që vërtet shkëlqenin futbollin korçar dhe shqiptar. Fatmir, Xhambazi do ta kem gjatë, e disa gjatë do ta kem, sa ndoshta do të mërzitemi në ekran duke dalë unë Xhambazi ti, edhe do thotë aty të rinë na ngele këta në mysafir në Kavaj, mos e harrojmë. Urdhra? Të dielën luajmë ndaj Besa Besës. Skënderbeu, po. Kështu që një Javën e parashikim ardhshme në fundjavë ju pres në Kavaj, ma merr mikun ton profesor Xhambazi. Kavaj apo Fatmir, mos ta ngatro atë, na jep GPS-i ku do vim në Luz. Apo në Lushnjë. Apo ku do luhet në Po për fatin e mirë në atë gjimnazin e atij e asaj komune unë kam punuar shumë vite dhe unë vjen si një qerek luznjaku nëse mund të shprehem për pjesën time personale, se kam punuar shumë vite mësues. Jo, Fatmir, për të dhënë një informacion, pasi ditë më thanë në studio që mund të luaj Luzi dhe kjo ndeshje mund të zhvillohet në Lushnjë. Ta bëjmë këtë nga Elbasani të vim Jo, jo, nuk e besoj. Çfarë informacioni keni? Nuk e besoj, sepse Besa ka patur një problem me Lushnjën. Problemi I parë është ambulanca, që kur bëhesh ndeshjet, ambulanca shkonte me shumë vonesë dhe krijoi një siklet I madh, thuajse në ndonjë rast, aq shumë në vështirësi bie puna sa që bie ndeshja në pikpyetje për të humbur edhe në tavolinë, sepse shkonte ambulanca gjithmonë me vonesë. Kjo ndoshta është edhe një lojë vetë lushnjarëve për t'i krijuar ndonjë problem humbja e Besës. Jo, besoj në Luz, sepse Luzi luan në transfer ndaj Beslidhjes. Luzi është në transfer ndaj Beslidhjes, më thotë, kështu që ndeshja do të zhvillohet. Edhe luznjakët e kanë kuptuar që kur është në kalendar në një ditë Besa dhe Luzi, ata I hapin rrugë Besës, sepse Besa I ka krijuar edhe një shans të dytë të Luzit, që mund t'i luaj ndeshjet në aneksin e Besës, që është me tapet të ri dhe ka marrë një pamje vërtet mirë sportive, por që është I licencuar vetëm për kategorinë ku luan Luzi dhe jo për ligën e parë ku është Besa. Luzi luat Kavaj, Kavaj. Fatmir, të falenderoj pa mas për këtë bisedë që zhvilluam së bashku, natyrisht është një bisedë e këndshme. Takimi joni I radhës do të jetë pikërisht enën e ardhshme, po do diskutoj për 2 ndeshje, pasi luhen ndeshjet edhe në mesjavë. E natyrisht brenda gjitha mundësive edhe mund të jemi për të ndjekur së bashku pikërisht atë përballje që unë shpresoj që stafin tuaj ta kesh me vete në ndeshjen Besa Skënderbeu Kavaj. U Xhambazi se ndaj. Po erdha do të vide me Xhambazin. E para këtu është një kohë e mirë, Behari ka trokitur, e dyta, ne do të tregojmë për tej pjesës sportive, do të tregojmë dhe mikpritjen dhe bujarin. A se vën dyshim Fatmir Refica. Miqve të dashur dhe shumë të respektuar si ju. Faleminderit. Falenderoj pa mas Fatmir Refica me opinionit që na det. Faleminderit shumë. Suksese Skënderbeut. Faleminderit. Ikonën e gazetarisë të komentit Fatmir Reficën, një jetë të tërë pranë sportit, profesor? Të pasionuar shumë, njerëz që kanë vlera shumë. Kur flasim kështu që pa ndonjë na duket si gjë, po kur dëgjojmë fjalë të tilla, domethënë, edhe kur kanë shumë njohuri lidhur me futbollin, jo vetëm me Kavajin, por me edhe gazetarët e tjerë, domethënë me të gjitha skuadrat që I njohin dhëmbë dhe mpallë, si thuash, domethënë të bëhet vërtet qefi dhe ndjen edhe një farë kënaqësie kështu, që njeriu thotë kam bërë diçka. Po, Ildi, nuk e di, më bëri më emocionoi Fatmiri, nuk I thash Petrikës sepse ky paguhet këtu dhe nuk e thash Petrikës, po ta them ty, nuk e di, më emocionoi pak ajo pjesë, duket sikur po fillojmë tani dal nga dal dhe kemi hyrë tek të gjithë, ndoshta ashtu thjesht, pa ndonjë pretendim shumë të madh, por që gjithsesi duket sikur profesor jemi të vetmit, është rrethë koçë vetëm që kap kategorinë e parë. Vërtet, është realisht është një vlerë, besoj jo vetëm për televizionin, por edhe për shikuesin, se në fund të fundit I gjithë qëllimi është që shikuesve t'ju ofrojnë një diçka cilësore, por edhe e larmishme, dhe besoj të gjithë ngelen jashtëzakonisht të kënaqshëm kur ka një shtrirje kaq profesionale dhe kaq të denjë, duke mos e bërë atë rutinën e përjashme dhe lokalistë. Vitin tjetër kur të luajmë superiore si do t'ja bësh? Si? Vitin tjetër kur të luajmë në superiore. Këtu kemo këtu. Jo, çfarë do trajtosh them? Në kategorinë Superligën apo kategorinë e parë? Nuk harroj, kategorinë e parë, do kemi, unë uroj ta kemi Pogradecin në Superligë, po mund të kemi Maliqin, mund të kemi Devollin, kështu që mos u çudit. Maliqin dhe Devollin në kategorinë të parë? Po, do të diskutojmë. Regjia më bë gati lidhjen e radhës, natyrisht nuk e di e kam apo jo, por që gjithsesi po kaloj pak tek pjesë. Brendon,
Ju thatë, por duket se Pogradeci po bën ashtu qetësisht dhe duket sikur ka fituar atë përvojën e dur për t'i marrë tani ndeshje qetësisht, jo me atë siç ishim mësuar, ai 3 pikë mundonte shumë për ta marrë dhe ndoshta nuk e linte të dilte tek loja. Vërtet, ka pasur plot ndeshje që është duke fituar ndeshjet më qetë se ç'pritej. Normalisht Pogradeci për shkak se është një skuadër e rindërtuar nga fillimi, ai po diskutonin pak më herët pra që pati shumë ndryshime në merkaton e verës, gjë që solli përpasoi ato pikë të lëna në fazën e parë. Në këtë fazë e shikoj një skuadër më të pjekur, po i merr ndeshjet më qetësisht, parin të zgjidh më shpejt, pasi detyroi ndonjëherë në minutat e fundit, po ndonjëherë ai goli në 10 minutat e fundit edhe nuk të del, dhe kështu që duke parë distancën e pikëve ata e kanë dyfish më shumë dhe për mendimin tim ta kam thënë nga të treja, pavarësisht se Snerbeu ka presionin e historisë fanellës klubit, Laçi gjithashtu ka presionin e objektivit sepse u bë një klub i traditës pothuajse në 20 vitet e fundit në Superligë. Edhe për mendimin tim Pogradeci ka presionin më të madh, për shkak kjo thjesht investimit, po dhe asaj etjes shumë të madhe, pasi kanë qenë në 2012 që nuk janë në Superligë. Pra, ju thoni që Pogradeci ka presionin dhe nuk e ka Laçi dhe Skënderbeu? Jo se nuk kanë ato të dyja, po Pogradeci për mendimin tim e ka më të madh. Sepse kërkon me çdo kusht, domethënë duket sikur e kërkon me çdo kusht atë dhe për mendimin tim kjo e ka penalizuar në disa momente. Shiko, për të vërtetuar që e ke të drejtë apo jo këtë që the, kam Vangjel Zgurën në linjë të drejtë për drejtë në këtë moment. Vangjel, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Të përshëndes, ju uroj suksese ekipit tuaj. Brendon ishte duke thënë, Pogradeci tani ka presionin më të madh dhe nuk e ka Skënderbeu dhe Laçi ajsa që ka Pogradeci. Tani ti je nga brenda dhe mund të më thuash, ju e keni presionin apo këto dy ekipet e kanë presionin? Me thënë drejtën s'kemi presion fare, sepse ne vend tret kemi qenë pothuajse gjatë gjithë kohës, edhe s'kemi se çfarë të humbim më, e kupton. Presioni është aty ku doni të vini, pra. Unë isha duke diskutuar Zguro pak më parë dhe thash që Pogradeci tani duket sikur ka fituar përvojë pak më shumë, e kërkon golin ashtu qetësisht, e nxjerr shpejt, nuk është i tensionuar. E keni këtë pjesë? Po, me thënë drejtën të tre ekipet po bëjnë shumë mirë këtë fazë, si Skënderbeu, si Laçi, si ne. Ne presim një gabim të tyre, fatkeqësisht ato s'po e bëjnë. Kështu që do e provojmë, s'kemi çfarë të bëjmë. Do jemi aty deri në fund. Shpresojmë qoftë bëjnë të dyja nga një gabim, do jetë rrezik i madh për të dyja ato. Shiko, ne kemi diskutuar në studio dhe kemi thënë që në qoftë se do të jetë ky trend, edhe të paktën në 3-4 javët e ardhshme, gjithçka do të zgjidhet në 2 javët e fundit, atëherë kur do të jenë në përballjet e drejtë për drejta. Po me thënë drejtën, qoftë siç e thash pak më parë, qoftë gabon ose Laçi ose Skënderbeu, normalisht zgjidhet 3 javët e fundit, jo 2 javët e fundit. Sepse javën e 3 nga fundi ne shkojmë Laçi, javën e 2 ne presim Skënderbeun, javën e fundit Skënderbeu pret Laçi. Ju e Lëvdis gaboj Laçi për mendimin tim më shumë se Skënderbeu sado është 8 pikë, ka 2 gabime në raport me Pogradeci. Pra, jo 2 gabime, se nëse zuat bëj llogari aty se një gabim i bie, se pastaj na vjen Pogradec, po e mundëm ne 2 pikë ngelet. Po prandaj thash 2 pa llogaritur ndeshjen. Jo. Një duam ne se pastaj se një vjen vetë. Zguro, ta them unë me garanci Skënderbeu gabon përpara ndeshjes me Pogradecin. Qoftë gabon vllai, mund të rri dhe në këtë ligë që jam pasaj, me shumë mundësi. Po gaboj. Iliria Laçi apo Kastrioti Laçi, ku do jetë bingoja, Zgura? Po me thënë drejtën e shpresojmë pse jo dhe këtë javë, besoj që të 7 ndeshjet, siç e tha dhe ju përpos të flasim pak tamam, tani të 7 do jenë ndeshje shumë të forta. Edhe kjo javë, ditë e mërkur, do jetë një ndeshje e fortë për të treja, besoj për Skënderbeun dhe për ne dhe për Laçi. Pasi lozim me 3 ekipe që nuk besojnë se kanë për të lishuar dhe nuk i ngjan ndeshja ndeshjes. Ka të momente që ndeshjet brenda ndonjëherë janë më të vështira, sepse kërkon me bë gol, ekipet mblidhen mbrapa, s'del goli, minutat ikin. Domethënë mendoj që edhe kjo javë, ditë e mërkur, domethënë pas nesër do jetë shumë e fortë. Kështu e mendoj unë për të 3 ekipet do jetë e fortë, pavarësisht se si logjik është për të fituar të treja, por besoj që mund të ketë një surprizë ditë e mërkur. Zguro, duke qëndruar pak tek ndeshja me Besën, shënua 3 gola dhe pas sikur lëshuat pak, çfarë ndodhi? Po është pak dhe ajo vetë kënaqësia mendon që mbaroi ndeshja, mirë po kjo lloj lige ka të paparashikueshme. Ka të papritura, edhe Skënderbeu e pa që kishte fituar me penallti dhe Laçi, domethënë atje është një kampionat shumë i fortë me 3 ekipe që duan me patjetër Superligën, por nuk lishojnë pe asnjëra Romeo. Një barazim të më larg, kështu që ne gabuam me 2 barazime. Po. Laçi ka 12 ndeshje, 12 fitore, kupton, tip Real Madridi, as Reali si bën 12 fitore. Po jo, edhe ju nuk jeni pak, jeni një ecuri shumë të mirë. Po ne jemi pak, po
12 fitore Real Barcelona me zi bëjnë, kupton. Kështu që Laçit bravo I qoftë që ngërka ekipi fort, kupton. Ka vlerësoni më shumë Laçin apo Skënderbeun? Po me thënë drejtën me të dyja kemi ndeshje direkte me Korçën, kemi një fitore ne dhe një fitore Skënderbeu. Me Laçin kemi një fitore ne dhe një parazim, kështu që me rivalet direkt mendoj që jemi pak më mirë, më kupton, sidomos me Laçin njërë, sepse I kemi marrë barazim fushë Laçit, I kemi mundur brenda shtëpinë Pogradec. Po kishit më afër me ndeshje. Unë mendoj që ato fjalë që thatë në fillim, domethënë që presioni juaj nuk keni një presion, domethënë. Ne s'kemi çfarë humbi më profesor, se kemi tër vitin në atë desha thesha. Edhe e kam thënë në emision. Ndoshta nga jashtë nuk e di, po sinqerisht ta them, jemi shumë të qetë dhe nga presidenca dhe nga trajneri, edhe ne lojtarët me eksperiencë mundohemi të mbajmë grupin qetësi, se s'kemi çfarë humbi, më kupton? Absolutisht, domethënë jam dakord me ty, domethënë dhe keni shans. Shpresojmë për një gabim të dy ekipeve, qofse nuk e bëjmë, ju urojmë. Po ta keni ndeshje direkte, do të keni ndeshje direkte, do mund të afrohet edhe në një barazim me këto. Profesor, qofse nuk e bëjnë ju I plet dorat të dyave ekipeve, sepse më I miri duhet vlerësuar dhe duhet dhënë dora, po dhe ne kemi bërë një kampionat mrekullueshëm, do e provojmë në play-off, qofse ne nuk arrim dy vendet e para. Ja, po të them një statistik. Në këto, domethënë në këto 4 ndeshje të fazës së tretë, ju keni shënuar 3 gola për ndeshje. Skënderbeu ka shënuar 2 gola për ndeshje. Laçi ka shënuar 2.5 gola për ndeshje. Kështu që po keni pësuar më shumë, Do jetë e vështirë, po jo e pamundur, ne jemi aty, presionin tonë ndjen ato që të dyja këtë ta garantoj. Po, drejt. Sepse unë jam I vjetër në këtë zanat edhe di që ato e ndjen. Jo, I ke vjetër, po. Një pyetje. E ndjen fort ato. Jo, po nuk e vëmë në dyshim atë. Po që unë do të bëjmë pyetje, të rim çik në kuadrin e hipotezës, se pak më herët Ildi I bëri një pyetje Bakut për hipotetik në rast se Skënderbeu dilte I dyti. Tash unë t'ja bëj zgurës në rast se hipotetikisht Pogradeci deli treti dhe do I kaloj ato turet play-off me rivalët e kategorisë parë dhe do ndeshet me vendin e 8 të Superligës. Nga këto skuadrat që pak a shumë po vërtitin atje në fundin e Superligës zgurot, si mendon ku qëndron Pogradeci në raport me ato të katërta? Vlla, po të jetë në syrin tim unë thash dhe ekipi më I mirë I Shqipërisë të jetë një tek ndeshje çfarë nuk ndodh, më kupton, sepse lojtarët dalin jashtë 100% që sidomos në një ndeshje teke. Siç e treguam dhe sezonin e kaluar përballë Tiranës që besoj kemi bërë një super ndeshje, thjesht fati nuk ishte me neve. Kështu që kushdo ekip qoftë nuk na intereson fare, ne shpresojmë të vëmë deri aty po ne për atë timen unë dua të kapim 2 vendet e para, po nëse nuk ndodh dhe ndodh kjo që të ti shkojmë në play-off, ta garantoj që ke për të parë një super ndeshje, më kupton? Pastaj se çka ka shkruajt Zoti, kush do hyj apo kush jo, janë ca gjëra që janë dorën tonë, por ditë them që lojtarët tanë kanë përdhënë shpirtin fushë siç edhe në vjet me Tiranën dhe suam atë gol minutën 90 autogol, domethënë si ishte fati me ne. Unë shpresoj sepse fati ndonjëherë siç është ka priços ju ndeshkon zguro dhe të shpërblem, shpresoj si vita bëja kundërshtari autogolin si vit. E keni këtë radhë. Ndoshta vjet na dënoi fati, ndoshta na I kthen këtë vit, më prandaj. Jo, po e mora përgjigjen që s'keni asnjë skuadër preferuar në kuptimin që kë mendoni më të lehtë, më të vështirë. Të jetë kush të doj, vlla, ne na kanë aty do jemi kockë fort, kushdo që të jetë domethënë. Okej. Në qoftë se do ver aty, po unë besoj që mund të bëjmë. Ekspekton për 2 vendet e para dhe shumë sakt. Të falenderoj për sinqeritetin që ke dhe I thua gjërat ashtu si I ndjen. Natyrisht zgurot. Faleminderit, ju urojmë suksese Pogradecit tuaj. Do të jemi përsëri së bashku në lidhje të mëtejshme. Respekte nga ana ime dhe veçanti për të gjithë aty në studio, po veçanti për profesorin sepse është emër futbolli. Natyrisht zgurot. Faleminderit shumë. Mira dhe respekt. Falenderoj pa mas. Kishim Vangel Zgulur, kapitenin e ekipit të Pogradecit. Zguro profesor tha disa gjëra që ai thot ashtu si I ndjen dhe mua për këtë pëlqen dhe prandaj e dua ta kem gjithmonë në. Ashtu duhet jetë futbollisti. Të mirës ti thotë të mirë dhe të keqes ti thotë e keqe, domethënë. Ai edhe këtë që përmendëm, domethënë se atë play-offi që do të bëj, sido mund të jetë një nga këto ekipet që rivalizohet shumë mirë. Eksperiencën e kanë të vitit kaluar, kanë 2 vjet, por unë marr edhe këtë më të keqen, sikur të mos kualifikohen fare. Përsëri ata kanë eksperiencë për vitin e ardhshëm që
ata do luftojnë gjithmonë për të arritur në shpresoj që superior. presidenti të ketë ato objektiv në afat gjatë profesor që të mos e marrë dramën, domethënë edhe nëse nuk i realizohet në rastin më të keq që ne nuk ja urojmë natyrisht. Brendon më pëlqevi fakti që Zguro e tha që nuk kemi tani tha presion nga presidenca, nga trajneri, sepse të paktën e dim, jemi gazetarë dhe nga informacioni që kemi nga viti kaluar, presidenca ishte pak domethënë kërkuese, kërkonte s'kisha të përvojën, theshte unë paguaj jap lek. Po pra, unë jap lek dhe duhet të më shpërblet. Po jo shpeshherë dhe jo gjithmonë domethënë çështja e lekut përkthehet me atë forcë. Duket se tani kanë gjetur atë qetësinë e dur. Ndoshta edhe ata që kanë marrë profesor pas për t'i sqaruar, sepse di që presidenti nuk di futbollin sa është në biznesin e tij, por duket ata stafi që është atje, ndoshta e kanë ulur me këmbën në tokë. E vërteta është kjo, që Pogradeci ka bërë shumë mirë këto 2 vjet. Sidomos këtë vit është akoma dhe më mirë. Domethënë ekipi i Pogradecit ka dhënë maksimumin e vet dhe ka arritur ato nivele që ne diskutojmë që është gati për të hyrë në superior. Vendi 6 e mbylli vit, mos gaboj, vendi 6 e mbylli vit. Po. Nga vendi 6 mori play-offin, shkoi treti tani. Domethënë do rridhe një vit këtu pastaj. Jo, tani është në vendin e tretë dhe natyrisht fati keq në këtë sezon i ekipit. Fati keq i vetes së vet, sepse gabimet u bën nga vetë ata. U bën në fillim dhe duket ato pikë po i vuan shumë. Ka qenë 2 sezone shumë të investuara, këtë duhet ta themi dhe realisht kur ka investime. Po mirë, investimi në futboll nuk të vjen me njerë. Është për të vlerësuar. Edhe në rastin më të keq, që po e përsëris nuk ja urojmë. Urojmë që edhe sikur të jetë në play-off, Pogradeci ta sigurojnë gjitjen. Po e përsëris në skenarin më të keq, në rast se ndodh, presidenti duhet vazhdojë edhe sezonin tjetër, sepse ndonjëherë në Shqipëri ndonjëherë merren vendime edhe në gjallëndësi e sipër dhe e braktisin projekte të caktuar, sidomos në klube të këtij niveli. Kështu që presidenti duhet ta marrë seriozisht që edhe vitin tjetër, nëse edhe nuk e arrin këtë sezon, vitin tjetër do të arrijë patjetër. Tani 2 vjet i odha, tani lek, tani e treta e vërteta do thotë edhe ai që edhe të ta hedhë. Okej, në këtë moment e regjim Bëshin që kam Gjergj Vyshkën në linjë të reporterit. Gjergj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Romi dhe mirëmbrëma dhe të ftuarve që keni në studio. Të përshëndes dhe të falenderoj që je gjithmonë pjesë e emisionit. Unë sot tek ju do të përqendrohem çfarë ndodh në kampionatet europiane. Të lutem, mi fillo vetë të gjitha, sepse të shikoj shumë aktiv në rrjete, ndoshta edhe kjo koha që si në punë e pushim të jep pak më shumë kohë, Jo, unë nuk i ndaj pjesën e pushimit dhe pjesën e punës sa herë që jam përballë ekranit televizorit, dua t'i them mendimet e mia ashtu siç e shoh unë ndeshjen. Natyrisht. Po. Fillojmë. Atëherë, jemi në periudhën i dashur Romi që jemi midis kampionateve dhe Champions League-s dhe do të thotë që një pjesë e mirë e skuadrave që janë në 1/8 të finaleve dhe që nuk kanë siguruar ende kalimin në raundin çeyrëfinal, kanë luajtur si thuash me frenadore në kampionat. Kam parasysh Manchester City që ka barazuar me West Hamin, Arsenalin që fitoi me vështirësi me Evertonin 2-0, për Liverpoolin që barazoi 1-1 me Tottenhamin, duke i dhënë një farë frymarrje skuadrës së Tottenhamit që është në luftë për mbijetesë, sepse ka vetëm 30 pikë dhe është gati 1 apo 2 pikë nga zona e rënjes në Championship. 9 pikë diferencë midis Arsenalit dhe Manchester City dhe akoma skuadra e Guardiolës nuk po afrohet dot me vendin e parë për të bërë hapin e madh. Kujtoj që pas Champions League-s me 22 mars të dyja skuadrat si një provë e parë për sezonin do të jetë përballë në finalen e Carabao Cup, për treguar edhe një herë që sa janë të denja për të gjitha trofet e sezonit në Angli. Kam parasysh Carabao Cup, kam parasysh FA Cup, por kam parasysh edhe titullin kampion pa harruar Champions League për të dyja. Manchester City që duhet bëj hapin e madh, që duhet përmbysë Real Madridin pas asaj 0-3 dhe Arsenali që duhet bëj po hapin e madh, pavarësisht asaj penaltiet pa Gjergji. Gjergji, ti nuk e dëgjove, po Petrika tha të lumë të goja. Nuk e di se çfarë ka. Vetëm Manchester City tha që duhet të bëj hapin e madh. Se po luftojnë këta tifozët, kështu do vetë fillojnë në studio dhe. Të lutem Robin, me atë ndeshje fantastike që kam parë Real Madridit të martën të mërkurën e kaluar përballë Manchester Cityt me atë Federico Valverde që ishte sulmuar si maskuar i midfield, më duket shumë e vështirë për mbrojtjen e skuadrës Guardiolës.
Petrika, Ishe keqe? mirë, Gjergji, kështë vazhdo. Aq më tepër që së ndeshja me Elche që Real Madridi e fitoi 4-1 ka zbuluar dhe një lojtar për Ginës si Arda Güler me golin nga 70 metra që bëri në portën e Elches. Okej. Kalojmë te kampionati gjerman, Vysh, çfarë ndodh? Kampionati gjerman Bayern i Muniu çuditërisht barazoi me Leverkusen 1-1. Ka probleme të jashtëzakonshme sepse nuk po gjen portierin titullar për ndeshjen e kthimit me Atalanta dhe do t'i detyrohet 4 portier s'ka. 4 portier s'ka dhe do të detyrohet marrë portierin e paratrive për të luajtur me Atalanta. Po profesor, 16 vjeç. Ja. Po, 16 vjeç, Sepse në është 16 vjeç. dëmtuar, Uli ishte dëmtuar, Ulbiki dëmtuar. Është fati i madh i skuadrës së kompani që ka fituar 6-1 ndeshjen e parë me Atalantën, se ndryshe do të ishte. Po pra, rritën në nivelet profesionalizmit që në atë moshë ne po shikojmë lojtar sulmues 16 vjet, jo portier, kështu që nuk do të ishte ndonjë problem i madh edhe nëse Po çfarë në nivelet po e s'ka larta problem më fare, po fare më sot ata rriten me presion të tillë që dhe 16 vjet mund të shpërthejnë. Tani të lutem Petrika, Borussia Dortmundit fitoi 2-0 me Atalantën ndeshjen e parë në Dortmund dhe Atalanta si gjikundi. E di se është puna, janë ca skuadra që po t'i ngresh ta kthejnë përmbys. Bayerni Nuk e nuk ka është forcën, Dortmundi. Bayerni nuk është Dortmund. Okej, kalojmë te kampionati italian, Vysh. Patëm një barazim të Interit me Atalantën shumë të diskutueshëm për golin e Atalantës me një penallti të pallon për Zikaltrin. Çuditërisht bëri Skopje, kur themi për gomat e makinave, bëri Skopje Milani me atë humbje në Olimpico me Lazio në 2-0, po kështu megjithëse gjithë thonë që është çudi Como, po unë kam përshtypjen që Roma është më mendje tek Europa League në ndeshjen që ka të kthimit me Bologna dhe si e tillë nuk u impenjuar shumë pavarësisht se ishte në avantazh 1-0 me Como. Po, Vyshkë, edhe diçka tjetër, të paktën në ditën e sotme kam lexuar që do të ketë ndryshime në rregulloren e kampionatit botror 2026. Do ke dalë ke kampionati botror, po unë ndoshta e kam vëkshtu si jo të ma marrin për kapital. Por mua nuk më marrin për kapital për mendim, por mua nuk po më lë shije të mirë anullimi i finalisima i midis Spanjës dhe Argentinës. Nuk më lë shije të mirë dhe them që në këtë periudhë lufte që jemi, mos duket çudi që edhe kampionati botror të shkojë domë mos bëhet. Po atëre përse po merr FIFA këto ndryshimet e rregullores? Po tani FIFA është në organizim i sipër dhe do duhet i marrë masat, por mos ju duket çudi që të ndodhi e paparashikuar. Urojmë dhe shpresojmë ta kemi kampionatin natyrisht sepse aq më tepër që superfuqitë e futbollit në Perëndim, unë po e lidh me politikën, nuk po i japin krah Amerikës për atë që po bën në Iran. Kështu që mund të bojkot politika është tjetër. Kështu që mundet ta sporti në një farë mënyrë është politiki dashurimi. Jo, unë diktej që është bashkon kombet ndërpret luftrat, sepse historikisht apo profesor, që në lojrat e vjetra atë janë ndërpret lufta botërore. Unë kështu shpresoj që futbolli të sjellë paqe, po duket e vështirë. Okej, të falenderoj Gjergj Vyshka, të falenderoj shumë për të lidhjen që kishim së bashku, natyrisht do të diskutojmë në javët e ardhshme për atë çka po ndodh edhe në arenën europiane. Kishim gazetarin e RTS Sport Gjergj Vyshka në këtë moment në linjë. Profesor, Vyshka është si një kompjuter, kështu, domethënë për këto që të jap një informacion shumë shkurt për finalistin. Finalistimi anullua për një arsye shumë të thjeshtë, logjistike, po më kryesorja financiare. Ka është dhe një arsye supersticioze, po që nuk besoj se do ishte kryesorja, po kjo është thjesht për të shtuar ajo pjesa që Argentina ka frikë se u mbet dhe s'do para botrorit, po për punën e moralit të skuadrës, po financiare sepse në Katar ishin shitur 80.000 bileta dhe do paguheshin shumë më shumë të mëdha financiare për të dyja skuadrat, gjë që tashmë me zhvendosjen e ndeshjes në Europë nuk do të ishte më e mundur të paguheshin ato lloj shumar dhe Federata Argentinase kërkonte një shumë shumë të lartë financiare që të luajë ndeshja. Dhe prandaj po them dashurja logjistike sepse në fillim Bernabeu nuk donin, pastaj po shikoi akordi një mundësi në Londër apo në Itali në San Siro, ajo do të zgjidhej, po më shumë është çështja financiare, pra nuk është lidhje me luftën, u anullua për shkak të luftës në Katar, po në Europë nuk u luajt për shkak të parave. Do të vjen javën e ardhshme sepse do të lejmë minutët e fundit Ilit për kategorinë e dytë. Ili, të lutem, një përmbledhje çfarë ka ndodhur me kategorinë e dytë, një analizë shpejt për Maliqin dhe për Devollin. Po, për sa i përket kategorisë së dytë, u regjistruan dy rezultate shumë pozitive, fitoria
jetike mund të quaj me devollin dhe këlqyrës që ka lënë pas atë zonën e ftohtë dhe tani është në pozita më komode, ndërkohë që skuadra e Maliqit është kthyer në një tabu për këto ekipet e krejt. Ka ndalur gjithë ekipet e krejt. Pasi ndali Orikumin në barazim, fitoi ndaj Partizanit, bën në transfer, ndërkohë që këtë fundjavë ndali edhe Butrindi në një ndeshje që duke nxjerr jashtë loje për vendin e parë. Jashtë loje ishte një goditje fatale për Butrindin për sa i përket objektiva, pa ajo çka më bëri përshtypje ishte një niveli admirueshëm i fair play, pavarësisht se Butrindi e kishte në ato ndeshjet që vendoste fatet e sezonit, notat e fair play ishin maksimale dhe në fund të duke si të dyja skuadrat u pajtuan me atë rezultatin dhe kjo më la një përshtypje befasuese, pasi në kategorinë e dytë jemi parë që të shikojmë ato grindjet e vazhdueshme, tensionin dhe vonesat e lojës, por edhe gjykimin. Dhe kjo ishte realisht një diçka pozitive në këtë kategori. Gjithsesi kanë ngelur për të luajtur edhe 4 javë, po duken që të dy ekipet e Juglindjes tashmë janë në pozita komode dhe ajo dilema e fundit që ngelet për të parë në qoftë se skuadra e Maliqit do të pozicionohet në atë peshën e play-offit apo do të jetë në mesin e art. Petrika, diçka për Devollin se të pash ishe në tribunë VIP? Isha në tribunë. Me thënë të drejtën, nuk është se pash një ekip që më ngrohu Devolli, po gjithsesi, sepse luante edhe me vendin e fundit, nuk duhet ta diskutonte. Po ishte edhe presioni pikëve. Ishte presioni, por që nuk më ka ngrohur si ndeshje nga ekipi Devollit. Domethënë nuk kam asnjë shpresë se Devolli mund të kapë vendin e play-offit apo të tentoj gjitjen. Tash Devolli mjafton që siguroi qëndrimin në kategori dhe unë nuk kam një shpresë për këtë. Edhe ato 2 pikët ose 3 pikët që u diskutuan dhe ato nuk i more, sepse të paralajmërova që javën e kaluar që në Shqipëri është shumë e vështirë të gjesh drejtësinë dhe kur ajo është me shkronjat e dukshme plotësisht, mirë po këtu në çfarë nuk ndodh, kështu që Devolli për mua e ka mbyllur këtë sezon. Po, Ildi me qemi këtu, kena një informacion çfarë ndodhi me ata kimim një vendim që na ka befasuar të gjithë dhe nuk gjen një rrjedhë logjike që ta edhësh poshtë. Pra, duke se kur ka një kundërshtim ka dhe një argument. Dhe kjo besoj se shkon paralelisht me atë çka thot Petrika, që në futbollin shqiptar gjithçka mund të ndodhë dhe ja që ndodhi. Jo vetëm në futbollin shqiptar, po dhe në organet drejtuese mund të ndodhin fenomene të tilla siç ndodhi edhe Devollit. Gjithsesi miq, kemi arritur tek minutat e fundit, ka ikur shpejt koha Xhamazi. Të falenderoj që ishe pjesë e emisionit me opinionin dhe mendimin që dha. Brendon, faleminderit. Ildi, faleminderit. Petrika, faleminderit. Faleminderit kameramanëve, teknikëve të cilët punuan të gjithë në studio së bashku me mua pikërisht për realizimin e këtij emisioni të kësaj tene. Ne natyrisht do të kemi ndeshje ditën e mërkurë, kujtoj që Skënderbeu, pra të gjitha ndeshjet e kategorisë së parë do të luajnë ditën e mërkurë dhe natyrisht edhe në fundjavë ditën e dielët. Do të kemi shumë për të diskutuar javën e ardhshme, por gjithsesi më lejoni miq të uroj të gjithëve një natë të mirë të kalojmë sot nga unë Roman Zifi, përshëndetje gjithëve.